Kandidatja nga LDK-ja Hyrë të Jeci tashmë është një emër i respektuar që pas një angazhimi të madh në arsim e sidomos në botën mediale, siç prehet ajo mori motiv që këtë përvojë ta paraqes edhe në Parlamentin e Kosovës. Unë jam Hyrë të Jeci Murati, jam bie Prizrenit, e martuar në Mitrovic, jetoj në Prishtinë që një kohë të gjatë, kam kryer studimet bazë në Fakultetin e Shkencave të Matematikës dhe degën e matematikës në Fakultetin e Shkencave Matematikore Natyrore. Kam punuar pak në arsim si profesoreshe matematikës, nga 2001 punoj në gazetari, që mbi 25 vjet gati në gazetari, me një intensifikim më të madh të përqendrimit të punëve këto dhe studimeve. Kam pas rast të bëj edhe një shkollë pak më shumë në gazetari, në shkencat e komunikimit masiv kam bërë një master, kam bërë disa studime e konferenca shkencore në këtë fushë pak më shumë, kam ligjëruar edhe radio gazetari në një prej kolegjeve tona në Kosovë. Kam bërë disa studime e vizita studimore në këtë fushë, duke punuar pak edhe në media tjera, duke raportuar edhe nga qendra tjera, me fokusin e veçantë për të përcjellë vazhdimisht ngjarjet edhe të gjitha zhvillimet që kanë ndodhur në vendin tonë dhe për vendin tonë. Kështu desha që përvojën time mbi 25 vjeçare në gazetari ta paraqes edhe në Parlamentin e Kosovës, kurse ajo pohon se tani u ndi edhe nevoja që të jap kontributin tim nëse fitoj, sepse është e prishur edhe imazhi i jetës në përgjithësi dhe ne si LDK besojmë se duhet vetëm pak sekonda për ta parë se cilat janë prioritetet dhe sa shumë i duhet zhvillim në Kosovë, tha ajo dhe vazhdoi. Ne gazetarët i dim shumë mirë shqetësimet e njerëzve, problemet që kemi, edhe tash ma mendja që secili di me çfarë jete të vështirë të rënduar përballemi, secili ndjen ndoshta nevojë, obligim të lëviz nga vendi të bëjë një kontribut ç'është mundet e çfarë të mundet. Kjo ka qenë një prej nismave të secilit kandidat ndoshta që ka pranuar të jetë pjesë e listave në secilin subjekt, por ftesa që më është bërë të jem pjesë e listës së Lidhjes Demokratike të Kosovës më ka shtyr me mendu me u bashku një ekipi pak më të gjerë të profesionistëve, të fushave të ndryshme, për të kontribuar edhe unë ashtë sa mundëm në një fushë të caktuar. Është instaluar në vitet të fundit një mendësi shumë e rëndë e paragjykimeve, e një ambienti toksik në secilin institucion, në secilin mjedis, edhe duhet me i luftu këto, me i te kalu, secilin njeri që punon me mendje të shnosh e me vizion për vendin duhet me bo një hap, me lëviz, edhe me pa çka mundi me bo bashkë më të mirën. Unë dua të jem zëri me përvojë mediale dhe vi nga rajoni i Portës së Lirisë dhe krenohem që jam hasiane, sepse tashmë dihet se hasianët janë njerëz punëtorë të ndershëm dhe tashmë ata janë bërë të njohur ndërkombëtarisht. Tash kam përvojë të bukur të gjatë, do të thosha, mbi 25 vjet në gazetari, në fushën e mediave do të përqendrohem më shumë në ligjet dhe rregullore që mbron, që rregullojnë këtë fushë, edhe me pa se si respektohen edhe të drejtat e gazetarëve, por edhe se sa me vendos një rend edhe kur ne gazetarët gabojmë, se dhe ne gabojmë, po. E mirë po, në tekst të veçantë, do të doja shumë të japim kontribut pak më shumë edhe në fushën e arsimit, kam një përvojë edhe në fushën e arsimit, mendoj që ndoshta aty duhet bëhet një reformë pak më e gjerë, pak më e thellë, pak më gjithëpërfshirëse, për shkak të se kam përshtypjen nganjëherë që fëmijët tanë po kryejnë shkollën e po prodhojnë veç numra me diploma, por jo cilësi, rezultatet në PISA nuk na dalin mirë që sa vjet, edhe kjo duhet me na shty me mendu të gjithë. Prandaj këtu do të përshëndrojmë pak më shumë, të bëjmë analiza edhe hulumtime se çfarë po ndodh me sistemin e arsimit, i cili është bazë i gjithë shkaje për të vendosur rend pastaj edhe profesionet tjera. Karrierës time në të gjitha ekipet ku kam punuar, kam qenë shumë korrekte, shumë e angazhuar, shumë e përkushtuar. Në disa pjesë të punës time kam shkëlqyer, jo me thënë më e mira, të gjithë më njohin si hyra që punon më shumëti,
E këtë përkushtim edhe këtë zotim, po mendoj që ka me pas edhe në Kuvendin e Kosovës, sepse njeriu nuk mund të ndrojë shumë nga ai që është, por vetëm sa do të mund ta forcojë përgjegjësinë për atë që merr. Me qenë pjesë ose pjesë e Kuvendit të Kosovës, është përgjegjësi, është shërbim, i ki mbi vete të gjitha ato vota që t'japin mbi supe, nuk është favor, edhe unë kështu e perceptoj rolin e deputetit, sepse nuk kam qenë asnjëherë deputet, edhe po besoj që nëse arri të bëm pjesë e Kuvendit, çdo javë ndoshta, jo çdo ditë, po çdo javë do ta lexoja betimin që bëjnë deputetët për t'ia kujtuar vetes se pse deputeti është në sallën e Kuvendit dhe cili është roli i tij në raport me votuesin dhe qytetarin e Kosovës. Unë jam hasiane, që më nderon shumë ai vend, njerëzve më fisnik e më bujar që kemi ndoshta ne në vendin tonë, të gjithë i njohim hasianët sa japin, edhe ne kësaj herë duhet ju japim pak atyre në kuptimin që t'jetë një zë i drejt për drejt në Kuvendin e Kosovës. Shumë hasian tanë janë në Mërgat, ata ushtrojnë detyrën e bukpjekësit, por kanë bërë reforma të mëdha në veprimtarinë e tyre, kanë zhvilluar jashtë mase duke marrë modele edhe nga furtuarët e bukpjekësit evropianë të tjerët që janë të njohur me zë. Sot furtuarët kanë një industri në vete, kanë zhvilluar atë shumë profesionin e tyre, por migrimi në has është, si ndoshta edhe në zona tjera, është bukur i theksuar. Ne duhet të investojmë në atë zonë gati të harruar në kuptimin e investimit të shkollës, të dijes, të kurseve, të aktiviteteve që fëmijët e tyre mos migrojnë, të ndalen këto, të gjejnë veten këto të rinjt, edhe student që po mendoj që përmes programit të LDK-s vetëm 26 sekonda 48% me i kushtu me lexu top pikat kryesore të programit të LDK-s, ma merr mendja që secili njeri duhet të reflektoj e të mendoj për veten dhe për familjen e tyre. Mesazhi i kandidates Hyrte Jeci ishte votoni ata që e duan të ardhmen e këtij vendi dhe e duan zhvillimin e Kosovës. Është nevojë emergjente që të ndrojmë gjendjen aktuale. Që 4-5 vjet të fundit ne kemi pasur regres, jo progres, as stagnim, jo, regres. Momentet kryesore që ndoshta që duhet i tekalojmë, të reflektojmë të gjithë, është ndalja e shtyrjes me njëri tjetrin, instalimi gjithë këtij helmi në shoqërinë tonë që është bërë i panevojshëm. Fundit Kosova është gjithë e jona, të gjithë duam të mirën për Kosovën, të gjithë duhet me bë përpjekje me vendos një gur në ndërtimin e saj, sepse për të janë sakrifikuar shumë gjenerata. Historia nuk fillon me Hyrte Jecin, as me dikë tash, as nuk ka filluar para 4-5 vjetësh. Historia jonë është prej lirëve, ka pasur breza që kanë trashëguar probleme të ndryshme, nuk mundëm pa përmend sakrificën e fundit të luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës. 4 dekada mimit të lidhjes demokratike të Kosovës me 23 dhjetor të 89-s, gjitha ajo ndërmarrje që është bë për me thy atë mur ose atë situatë të pa imagjinueshme ndoshta me Serbinë, tashti e kemi më lehtë ta ndërtojmë shtetin. E urgjente për mua është të rikthejmë raportet siç e kemi pasur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është shumë shqetësuese sa shumë ka avancuar diplomacia serbe në Washington e New York, e ne kemi pasur regres. Është emergjente që Kosova dhe institucionet e saj të investojnë shumë në diplomaci në mënyrë që të kthejmë vëmendjen në zhvillimin e vendit tonë.